Në mes të këtij muaji, askush nuk mund të përdorë më TikTok në Shqipëri. Me vendim të qeverisë, kjo platformë do të mbyllet përmes Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike dhe ky kufizim do të vlejë për të paktën 12 muaj. Në Korçë, qytetarët kanë mendime të ndryshme sa i takon këtij vendimi, për të cilin më të rinjt nuk janë dakord, ndërsa ata më të mëdhenj e quajnë një vendim të drejtë. Unë për vete nuk e përdor TikTokun, nuk e përdor sepse po bëhet si kështu media kriminale. Po nxjerrin shumë jo armë, jo drogra, jo gjëra. Edhe nga ky po marrin shembull edhe këta të rinjtë në shkolla, shikoj të gjithë me thikane për xhepa, pistoleta për gangster të gjithë. E mendoj se është mendim shumë i mirë, mendoj se duhet mbyllur plotësisht. S'duhet të mbyllet se cilë mosha tonë e kanë, domethënë. Dhe s'duhet. Nuk është një rrjet social i durshëm? Jo. Varet nga personat. Ka persona që duan, ka persona që s'duan. Ju vetë nuk doni? Jo. Se varet, ka që duan të bëjnë keq, ka që s'duan të bëjnë keq. Dakord, jemi ta mbylli. E përdor. Po tani do mbyllet, si do bësh? Pa TikTok kemi klapin. Them mirë është të mbyllet se gjëja e ishme është të mbyllet se shumica e adoleshentëve kanë degraduar. Nga TikToku? TikToku. Është më mirë për ne kjo, mos bëjmë gjëra të ishme ose të shajmi, të ofendojmë njëri tjetrin. Sipas kryeministrit Rama, vendimi për mbylljen e TikTok erdhi pas konsultimit me 65.000 prindër dhe mësues, ndërsa vijon dialogu me kompaninë kineze TikTok për të vendosur filtra që rrisin sigurinë e fëmijëve.